Unë në radhë parë nuk besoj se ato që e deklaroj Nezi më do kësi një aktivist i vetëvendosjes, për shkak se Edi Rama nuk ka asë një interes të rënej pushtete. Këtu janë zgjedhjet komunale, tash për tash Kosovë kanë më mbajtë edhe zgjedhjet nacionale dhe tradicionalisht Kosovë nuk kanë pas mundësi me ndiku liderët e Shqipërisë të qytetarët e Kosovës kanë me zgjedhjet. Njësoj s'kanë mujtë as liderët e Kosovës me ndiku në Shqipëri për shkak se interesat e qytetarëve të Kosovës dhe Shqipërisë dallojnë. Ka pas përpjekje nga gjitha anët, edhe nga ne, edhe këta tonë të atje, vetëvendosja konkretisht. Edhe kanë kërku ndihmë. Sa kanë arrit efekt nuk e dim, por përpjekje ka pas. Është një politike dopt që të kritikojnë një lider të fortë shqiptarëve, edhe të paraqitna si maj avancume dhe tash dhe që më bëqë edhe në aspektin intelektual, se na që e kemi njohë, kështë edhe para lufte e kemi ditë që s'ka kapaciteti intelektual dhe politik, por më paraqit tash nivel e Edi Ramës, nivel e atyre Shqipërisë. Pra, thëni që nivelin intelektual Edi Rama e ka më të avancuar se Albin Kurti. Nivelin intelektual, politik, lidhet me botën. Pyetje, unë e bëjt lloj pyetje tash, është e drejtë e imja të shtroj edhe këtë pyetje. Lidhet me Evropë, lidhet me botë, 100 herë më të forta i ka Edi Rama. Po i ka së shtetantari OKB-s, së shtetantari NATO-s, tani jo. Nuk thash në botë, unë në Evropë. Kosova nuk krahasot me asnjë shtet në rajon në këtë aspekt. Kosova jo, Ibrahim Rugova u konë pa qeveri, pa shtet. I ka pas marrëdhëniet më të forta se Kosova që ka të Po nuk krahason as rrethonat e as shteti me shtet. Në të rrethonat, krahasohen rrethonat, se pasojë rrethonat në kohën kategorinë e caktuar historike u kriju edhe shteti. Nëse Ibrahim Rugova tani nuk jemi në luftë, tani veç ta bëjmë dallimin, pse nuk po lejoj të krahasohen rrethonat. Nëse Rugova ka arrit çat kohë me kriju lidhjet as forta me Amerikën, me Shtetet e Bashkimit Evropian, me NATO-n. Këj ka pas gjitha të gatshme. Këj ka pas raportet mira, Kosova ka pas raportet mira me NATO-n, ka pas raportet mira me Këshillin e Evropës, me Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa që sarë kanë folë, politikanë serbë kanë thonë që kë është fëmijë i Amerikës, shteti i Amerikës, nuk kanë thonë kur Kosova e pavarur, por këto ka kriju Dhe besoni se sot nuk është ai perceptim? Jo ai perceptim, po sot liderët e Kosovës, ka liderët që i kemi po shtet, me përjashtim Vjosa Osmani që disa vizitat parancishme më tepër për me bë reklam. Kosova në aspektin diplomatik në për vendet e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shumë keq e përfaqësuar. Ka qenë e përfaqësuar komplet severin. Zakonisht ministrat e punëve të jashtme janë qitë njerëz të zgjedhur, edhe nga LDK, edhe nga Partia Demokratike e Kosovës. Njerëz që kanë kuptuar çka diplomacia, njerëz që kanë qenë në gjendje me depërtuar të shtetet që s'na kanë njoft, sepse Kosova edhe me kon po them nivel të dërguarve të Zotit, politikanët e Kosovës, nuk kanë fuqi me çu përpara ide. E as ma keq ide të internacionalizmit socialist që ka dështruar sistem. Ato ka pas se ide Lenini me 300 milion banore ka çu përpara Kosova me 1.500.000. Ta vazhdojmë këtë krahasimin që nisi Musa me nivelin intelektual, me nivelin me aspektin përgatitjes. As nuk krahasohen, unë e moti këtë prishjen e raportit me Shqipërinë të Albin Kurtit me Edi Ramën, sikur ka premtu me liru rrymin, e ka shtrejtu dhe ka premtu bashkim kombëtar, e ka armiqësu, domethënë raportet Shqipëri-Kosovë. Pra të gjitha kanë qenë premtime dhe kur ka ardhur pushteti kanë ndolë rrena dhe propagandë. Për më tepër thonë e ka bërë të kundërtën. E ka bërë të kundërtën, prandaj e ka mashtruar popullin për shembull se shumë njerëz ja kanë jep votin se po na bashkëka me Shqipërinë, se mirë e ka Hojseni. Edhe unë ndroj edhe Çambrin ka herë mërzitën kur e ngoja atë kongën. Por ja kanë dhënë votin dhe kur ka ardhur tash kjo urren më shumë te Edi Rama. Pse Edi Rama angazhohet më shumë për Kosovën në Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Pse bëri propozimin për asociacion? A e dini pse? Se Kosova për 2021 nuk ka diplomaci. Kosova nuk përfaqësohet kërkon. Po mirë, personalisht, raporti personal, ka Bashkimi Evropian. Që Kurti e urreni Edi Ramën. Ku Edi Rama mërzitet që Kosova nuk përfaqësohet në asnjë forum ndërkombëtar. Është në sanksionet BE-s dhe është në sanksionet të Amerikës për dialogun strategjik. Prandaj Edi Rama dhe Shqipëria e kanë në kushtetutën e vet që të interesohen për shqiptarët jashtë kufijve. Në këtë rast, por
sot Edi Ramën, Partia Demokratike në Kuvendin e Kosova pa qeveri, pa diplomacinë e butë, Partia Demokratike sot në Kuvendin e Shqipërisë e ka akuzuar Edi Ramën që për 4 vite radhazi nuk e ka futur në rendite një rezolut që dënon gjenocidin sërb në Kosovë. Po mas pare, jo, aja nuk është... Dhe i thonë, po ja, ne jemi përpjekur, ju s'keni lënë që ka të vjetë. Pse se ka bo, Sali Berisha ka qenë ma herë, dhe 2013 ka qenë kryeminist, pse nuk e ka bo. Pra është një bluf politik, por Edi Rama dhe Albin Kurti nuk krahasohen as për nga inteligenca, as për... A e din që është Shqipëria? Shqipëria është qender evro-balkanike e samiteve ku i ka nërë Makroni, ku ka orë Merci. Albin Kurti nuk e takon kërkan. Albin Kurti shkën në Amerikë takohet me Merita Halilin dhe me atë burrin e veç i Bjarmonikës. Nuk po e krasëm Shqipërin me Kosovën. Edi Ramën me Albin Kurtin, jo Shqipërin me Kosovën, sepse tha Shqipëria është shtet, nuk e bën NATO, Bashkim Evropian ka raporte krejtjera. Ta kanë mund me pos një palacio kryeministër mu detyru Kosova minimum. Unë po flasë për liderët që udheqin qeverit. Krasimin pyta Rama me Kurtin, jo Kosova në Shqipëri. Rama me Kurtin nuk krahasohen as në aspektin e performancës, as politikës, as leadershipit, as dijes, as kulturës. Pra, Edi Rama është super yll shqiptar edhe për neve. Mund përfatësa ma shumë Edi Rama në Bashkimin Evropian edhe në botën perëndimore se sa Albin Kurti dhe Donika Gërvalla. Pra, sepse këta janë një farmënyrë shlien si pala që këta shkujnë në Bruxelles, i thujnë Bruxellit që shdo të mos gjeru Bashkimi Evropian. Këta dhe me thonë nuk kanë as një sjellje etike diplomatike. Po të rrishte me një diplomat e karrierës. Këta që i thua te janë vetëvendosja. Këta Ftoni ju diplomat e karrierës nëse kanë guxim me ful se çfarë vetëvendosja akuzon Edi Ramën që ka bërë përpjekje për ndarjen e Kosovës. O, mas pari, Albin Kurti ka deklarata publike ku thotë shqiptarët nuk e dojnë Amerikën Kosovarët, po frigohen se mos pe braktisë në na femin. Pra, e ka një deklarat tjetër kur thotë NATO nuk është alianca se thella se gjë. Është një deklarat e Haradinajt ku thotë që ka pasur një projekt, një përpjekje për të ndarë Kosovën. Dhe i referohet për ndryshim kufish. Ndryshim kufish. Aja ka qenë në kohën e Donald Trumpet në mandatin e parë, kanë qenë negociata shumë serioze dhe James Ruben e ka shpjeguar edhe si dëshmitari mbrojtjes, pra ka qenë negociata për ta bërë demarkimin me Serbin dhe ka qenë të arrije traktati për paqet e përhershme dhe ndoshta do ja kishim po hajrin, po këta e propagandun si shkembim territorësh dhe ja ku jemi sot, atë që po të diseni, kemi brinë autonomi territoriale të Veriut Kosovës dhe këto janë taktika, sikurse që për bashkim kombëtar, sikurse për lirimin e rrymës, se në fund do të rezultojë me një autonomi dhe federalizëm. U përmend ndërreshta pak FSK-ja që